Pra të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish natën e sonte me mua Tirona Lilin. Pika më e dobët tek femrat është të dalin pa make-up, është të dalin ashtu si kur i ka falur Zoti. Ju e dini shumë bukur që Banoria që vitin e kaluar mori një dashuri të madhe, mori një respekt të madh, mori një vlerë të madhe tek populli shqiptar, në këtë rast Loredana Brati, nuk ja ndjen fare qerpiku që të del pa make-up. Ajo në Instagramin e saj ka postuar një fotografi natyrale. Loredana është e vetmja banore që më duhet ta them edhe në shtëpinë e Big Brotherit që qëndronte shumë natyrale, qëndronte shumë e vërtet, qëndronte shumë njerëzore dhe siç duket, ky natyraliteti Loredanës i ka dhënë shumë dashuri, ka dhënë shumë pasion, i ka dhënë shumë pozitivitet dhe ka bërë atë që të ndjehet e lumtur, të ndjehet e bekuar dhe të ndjehet e kënaqur me veten, ëh. Loredana ka bërë një nismë interesante. Ajo ka bashkëpunuar me disa grimier profesional dhe ka prezantuar stile të ndryshme në paraqitjet e saj publike. Kjo gjëja ka krijuar një imazh të fortë dhe të njohur për fansat e saj, të cilët e ndjekin me interes çdo hap të Loredanës. Megjithatë, në fotot e fundit të publikuara pa grim, Loredana shfaqet ndryshe nga imazhi i saj televiziv, duke treguar një anë më natyrale të saj. Këto pamje ofrojnë një perspektivë të re mbi personalitetin e saj, duke sfiduar pritshmërinë e publikut. Këto postime kanë tërhequr vëmendjen e publikut për shkak të kontrastit mes paraqitjeve të saj të zakonshme dhe verzionit më minimal të pamjes së saj. Do të thonë Loredana është natyrale. Ajo jo që është meme në të folur, por është meme edhe në shikim, është meme edhe në qëndrim, është meme edhe në gjithçka që ajo po bën në përditshmërinë e saj. Dhe pikërisht Loredana Brati ka përzgjedhur që të vi natyrale, ndoshta por t'ju thënë këtyre gocave që bëjnë botokse, bëjnë filera, bëjnë operacione plastike, që edhe Loredana ka botokse dhe filer, duket në fytyrë, por që t'ju thonë që hajdeni kështu si jeni me goca, pse keni problem që të dilni pa make-up, që të dukeni gjithmonë bukur, pse jeni kaq të fiksuara, ndërsa mua nuk ma ndjen, unë dal kështu si jam. Pse mendoni që Loredana përzgjedhën kaq shumë natyralitetin?